Tani po fillojmë me lëndën matematik. Tema për sot shumëzojmë dhe pjestojmë. Çfarë do të arrini nxënës në fund të kësaj ore? Të shumëzoni një numër një shifror me 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10. Të kryeni pjesëtime për shumëzimet e dhëna, të demonstroni besim dhe vullnet në forcat vetjake. Fjalët që do të hasni: shumëzim, pjesëtim. Veprimet themelore: mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim. Për secilën nga veprimet kam paraqitur ushtrime me mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim. Shumëzimi: mbledhje e përsëritur, simboli i shumëzimit, zmadhoj disa herë, faktor, rreshtim, prodhim, përmasa. Më shumë mbi shumëzimin. Shumëzimi mund të kryhet edhe me anë të rreshtimit. Pra, kemi një rreshtim 4 gjishta me nga 3 elemente, pra 3 plus 3 plus 3 plus 3, pra është paraqitur edhe me mbledhje, por edhe me shumëzim. Rreshtimi 4, shumëzim për 3 është barabartë me 12. Tu kemi rreshtimin 3 me 2 elefant, pra me 2. 2 plus 2 plus 2, pra e kemi paraqitur edhe me mbledhje, por edhe me shumëzim. 3 shumëzim për 2 është barabartë me 6. Shumëzimi është mbledhje e shpejtuar. Emërtimi i kufizave për veprimin e shumëzimit: 5 shumëzim për 7, 35, 5 dhe 7 faktorë, 35 prodhim. Shumëzimi është mbledhje e përsëritur. 4 shumëzim për 6 baras 24, pra 6 plus 6 plus 6 plus 6 baras 24, ose 4 plus 4 plus 4 plus 4, pra 6 4 baras 24. Këtu kam paraqitur tabelën e shumëzimit. Besoj ju nxënës tashmë e keni mësuar. Pjesëtimi, simboli i pjesëtimit. Pjesëtimi, veprimi i kundërt i shumëzimit. Pjesëtimi me mbetje, pjesëtim në rresht dhe pjesëtimi veprim matematikor. Më shumë mbi pjesëtimin. Pjesëtim në shtyllë. Këtë nxënës do ta mësojmë në klasat e mëvonshme, pra në klasën e 3 dhe të 4 më radh. Pjesëtimi në rresht, 12 pjesëtim 6 baras 2, sepse 2 shumëzim 6 baras 12. Veprimet e pjesëtimit mund t'i kryem edhe duke përdorur metodën me zbritje të një pas njëshme. Për shembull, 15 minus 3, 12 minus 3, 9 minus 3, 6 e më radh. Emërtimi i kufizave për veprimin e pjesëtimit: 36 pjesëtim 9 baras 4, i pjesëtueshmi 36-ta, 9 pjesëtuesi, 4 herësi. Këtu kemi tabelën e pjesëtimit. Tani fillojmë te teksti, pra kemi 2 tema për sot: shumëzojmë dhe pjestojmë, shumëzojmë dhe pjestojmë me 5. Pra nxënës, shkruaj barazime me shumëzim dhe pjesëtim. Këtu kemi 3 grupe me nga 5 rrethor. 3 shumëzim 5, 15, 15 pjesëtim për 5 baras 3. Sepse 3 herë 5, 15, pra kemi thënë pjesëtimi, veprimi i kundërt i shumëzimit. Kështu me radhë do të plotësoni të gjithë faqen e librit. Këtu vizato dhe plotëso të tjera barazime, pra do të shkruani me laps. Në fund keni një problem. Albi vendosi në bredhin e vitit të ri 8 shirita me 5 drita. Besoj nxënës se kuptoni se me çfarë veprimi. 8 me 5, 8 shumëzim për 5. Drita vendosi 35 drita, cili vendosi më shumë? Pra nxënës, shikonja me kujdes. Problema ka të bëjë me 2 veprime, siç kemi mësuar, pra veprimi dhe përgjigja. Kemi 2 veprime. Kalojmë tek faqja tjetër: shumëzojmë dhe pjestojmë. Shkruaj shumëzime dhe pjesëtime. Shikoni modelin: 3 shumëzim 4, 12, 12 pjesëtim për 4, 3. Kështu do ta plotësoni të gjithë librin. Edhe në fund të kësaj faqe kemi një problem tjetër. Libri i Borës ka 39 faqe. Ajo lexoi 4 ditë nga 4 faqe. A e mbaroi gjithë librin së lexuari? Shikoni me kujdes edhe këtë problem. Pasi ta lexoni, do t'i zgjidhni të dyja problemat në fletore. Pra, problemin në faqe 23 dhe problemin në faqe 24 do t'i zgjidhni në fletore, ndërsa ushtrimet e fletores punës do t'i plotësoni në libër, në faqen pra 42, 43 dhe 44. Nëse keni pa qartësi, më pyesni. Kaq për sot mësuese.
Faleminderit.